ProLiq Podcast, u mbështet nga Mirë se keni ardhur në episodin e radhës të ProLiq Podcast. Sot është një episod i dedikuar sepse kam një të ftuar special. Një të ftuar special, them se që është i tillë për vetë faktin se kur i kam treguar projektin tim të ProLiq Podcast në fillim, ka qenë një dëgjues mjaftueshëm i mirë. Dhe të jem e sinqert, kam marrë dhe stimul për ta vazhduar këtë ëndër. Ka qenë edhe një person i cili më ka mbështetur në këtë rrugtim dhe kam një falënderim të veçantë zemre për të. Kam sot kënaqësinë e veçantë të kem drejtuesin e klinikës Dental Med Austria, zotin Mentor Zeqa. Mentor, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, shumë faleminderit për ftesën dhe për gjithë atë antren që bët ju. Unë ndjeva jo i gatshëm, por ishte shumë pak ajo që kam bërë, sepse një podcast i tillë në tematika kaq dinamike sa që keni zhvilluar ajo ishte shumë e rëndësishme për neve. Unë e vlerësoj pafund, në bisedën tonë të parë kam marrë një stimul shumë pozitiv dhe kam parë nivelet e një profesionisti të fushës tuaj të dimensioneve madhore. E them me bindje se jam krenare që në Shqipërinë tonë të vogël ka standarde si ato të Dental Med Austria. Si lindi ideja për krijimin e Dental Med Austria dhe pse ky emër, Mentor? Ideja ishte pas rikthimit ton bashkë me bashkëshortën nga Austria, ne vendosëm që të fillonim fillimisht të bënim disa punime lidhje të vazhdueshme me Austrinë, por duke qenë se një klinik nuk e kishim, menduam që në kryeterës të bënim një laborator dentar, i cili do të ishte edhe baza kryesore për një klinik të ardhshme, se menduam që një klinikë e suksesshme duhet të ketë patjetër në pjesën qendrore të saj përbërëse dhe një laborator shumë të mirë, dhe ishte laboratori ajo që neve na siguroi krijimin e klinikës, sepse pa një laborator të mirë nuk do mundën të bënë një klinikë të mirë, ndërsa emri Austria varet me gjithë atë pjesën jo vetëm të eksperiencës përardhjes, por mbi të gjitha dhe standardeve të cilat mua Austria më mësoi të vendos në drejtimin e një biznesi, si që bëjnë ata, ashtu mendova dhe unë që do t'ishte rruga e duhur për të zgjedhur atë linjë të biznesit që si ata e zhvillonin, si ata e konceptonin në 360 gradë, dhe menduam ta implementojmë në Shqipëri. Dhe pavarësisht faktit që në fillesat tona nuk ishte shumë e lehtë për të bërë një gjë të tillë, sepse ti do të bësh një lloj transplanti të mentalitetit nga ajo që ne kishim për t'ja ushqyer dhe ndikuar të tjerëve, por rezultoi me kalimin e kohës i suksesshëm. Mentor, meqense këtu jemi në ProLiq, totalisht një profil ligjor i gjës, dua të ndaloj pak nëse ti dëshiron që të ndash me ne sfidat ligjore dhe administrative që ke hasur në fillim kur vendose ta implementosh idenë tënde për Dental Med Austria. Realisht, unë përkas një epoke ku ka qenë shumë e thjeshtë që nga regjistrimi, sepse erdhi koha e digitalizimit të gjithë strukturës qendrës kombëtare të regjistrimit aso kohe, dhe nuk kam pasur faktikisht vështirësi në asnjë prej hallkave. Asnjë prej hallkave të mëtejshme, madje nga të gjithë ata të cilët kanë ardhur të bëjnë edhe vlerësimin teknik të gjërave që ne kishim vendosur, kam pas mirëkuptimin e tyre për t'i bërë ato gjëra deri në momentin që klinika t'i kishte t'i plotësonte ato, sepse duheshin bërë sipas legjislacionit që Shqipëria kishte, dhe neve munduam që t'i përshtatemi dhe t'i bëjmë gjërat siç duhet. Mentor, sa është e vështirë sot të implementosh standarde europiane në tregun shqiptar, duke qenë se je modeli pastër i këtyre standardeve me investimet e kryera nga aspekti pajisjeve, laboratorit apo edhe teknologjisë së përdorur në Dental Med Austria? Unë mendoj që sot flas personalisht për klinikën tonë, është akoma më e thjeshtë me lehtë implementimi këtyre. Ndoshta dikur ishte pak më vështirë sepse stafet duheshin trajnuar gjithashtu, mjekët tanë profesionistë duheshin dërguar në për trajnime shumë të rëndësishme,
të cilat do të bëhen të mundur pastaj dhe implementimin e teknologjisë, sepse thjesht të blesh një pajisje të teknologjisë së lartë nuk është e mundur, ajo ka nevojë për njerëz që ta drejtojnë atë. Sot në Medause duke qenë se neve i kemi resurset burimet njerëzore në klinikë brenda të cilët e kanë përqafuar për kohësh tashmë filozofinë tonë, mënyrën tonë se si neve i qasemi të gjithë risive, qofshin këto dhe teknologjike, është shumë e lehtë sot. Prandaj dhe neve ritmin e zhvillimit e kemi shumë më të shpejt, do të ecim akoma më shpejt në të ardhmen, sepse pikërisht është ky backup i jashtëzakonshëm i stafit tonë në klinikë. Nëse do të diferencoje vetëm një element që e ka përcaktuar rrugtimin dhe suksesin special të Dental Med Austrias, cili ka qenë në këndvështrimin tënd? Sigurisht që je ti, është bashkëshortja. Kjo varet jo vetëm në të dy, por kjo varet me një filozofi shumë thjesht shqiptare, marrë kjo dhe nga prindit e mi, ma e mend kur isha i vogël, kisha shumë qef të haja pastiqe. Jo, në kohën ku në rritur nuk kanë qenë kushtet shumë të mira për të anvisat për maman time dhe të tjerat për të gatuar gjithmonë mirë. Dhe sekreti aso kohë që unë kuptova ishte ingredientet për përbërësit. Sepse kur ajo gatuan të shumë mirë dhe doja t'ja haja dhe motrave të mia ato që kishin ato në racionin e tyre, kur ishte bërë me vezë të freskëta, me gjalp të freskët, me qumësh të freskët dhe me gjithçka tjetër të freskët, ajo bëshe shumë e mirë. Ndërkohë kur ajo nuk i kishte këto ingredient, kur ajo bënte me qumësh plur, me vezë të vjetra, po e themi jo të freskëta, me margarinë dhe jo me gjalp të freskët fshati, ajo gjëja asgjë dhe nuk doja as ta prekja ajo. Filozofia shumë e thjeshtë, mama ime më thoshte është bërë vetë, nuk e kam bërë unë kur e lëvdroja, sa mirë është bërë. Kjo gjë na ka çuar të kuptojmë që nëse ne duam të kemi punë të mirë, të suksesshme, duhet marrim përbërësit e mirë. Pra, ABC-ja e gjithçkaje duhet të jenë materialet e mira, pastaj të kesh edhe stafin e mirë profesionist. Sepse me një profesionist të mirë dhe jemi materiale jo cilësore, nuk ka ç'bën, nuk ka ku e çon, kështu që neve kemi thënë, kush janë implantet më të mira në botë? 1, 2, 3, ato e kemi marrë. 3 fasha të ndryshme, 3 çmime të ndryshme, ku pacientët gjejnë veten vetë, ai që ka mundësit merr atë që është më premium, ai që nuk ka mundësit merr atë që është më ekonomike, pa implante, pa dhëm, selam. E njëjta gjë edhe tek pjesa tjetër e materialeve që ne përdorim. Pra, thënë shkurt, ajo filozofia shumë e thjeshtë e mamas time që thoshte që nuk kam ç'bëj ose është bërë vetë, ishte bërë vetë sepse punimi deri bukur vetë, nëse materialet janë të duhura, por edhe profesionalistët natyrisht duhet një kuzhinier mirë t'i gatuaj ato. Ne kemi gjetë të dyja. Në këndvështrimin tënd profesional, duke qenë se ke vite tashmë që ushtron biznes në këtë sektor, sa i rregulluar është nga ana legjislative sektori dentar? Dhe kohët e fundit, jo kohët e fundit, po ka vite tashmë që turizmi dentar ka shumë vëmendje të shtuar dhe ka klinika pafund që ofrojnë këto shërbime. Po ku është diferenca juaj? Ke bërë një pyetje që do të duhen 4 podcaste me mua pastaj për diskutuar këtë temë. Kemi sezonin tjetër. Nuk do të dali një podcast, një kohë e përcaktuar për të dhënë një përgjigje të tillë. Ka nevojë për shumë rregullime. Ka nevojë për një licencim mbi licencimet. Pra, unë them që klinikat, sidomos ato që ushtrojnë turizëm dentar, duhet të jenë në fokus shumë të mpret të autoriteteve mbikëqyrëse të cilësisë, standardeve e tjera. Nuk dua të hyj këtu se nuk dua të bëj politik, por në qoftë se mund t'i përgjigjem pyetjes, këtu ka vend, ne vedim që po i parafrojmë Bashkimit Evropian të legislacionin dhe me sa di unë kapitulli 28 përmban Agjencinë e Mbrojtjes së Konsumatorit dhe gjithçka tjetër dhe shëndetësia në përgjithësi. Shiko, janë licencuar pafund mjek të cilët ndoshta nuk e kanë aftësinë profesional ose kushtet në të cilat ata zhvillojnë aktivitetin për të zhvilluar një aktivitet të tillë për t'u qasur një tregu shumë të rëndësishëm siç është turizmi mjekësor në përgjithësi, flas jo vetëm për turizmin dentar, ku të huajt që vinë këtu duhet të merrin standarde të tjera. Duhet të kishte me patjetër një rregullim të çmimeve ku të vendoseshe me
100% e drejta e çmimit dysheme. Pra nuk mund të lejohet që të blehen implante me kile në Kinë dhe të vendosen në gojët e pacientëve belg ose gjerman ose italian që vinë në Shqipëri. Kjo gjë duhet marrë fund, duhet ketë një regulator të drejtë të cilësisë së ofruar, duhet të jenë implante me standarde të certifikimit të Bashkimit Evropian, të kontrolluara, mjekët të cilët vendosin implante duhet të jenë mjek të certifikuar, duhet të kenë një licencë stomatologu, jo vetëm po të dedikuar, pra duhet të kenë edhe licencën për, aty ka një klapa në licencë shkruat mjek kirurg. Nuk janë, po vejnë implante edhe laborant, po vejnë implante edhe ndihmës mjek ose edhe asistent që kanë mbaruar ku dëgjon për higjenë dentare. Këtu duhet kontroll absolutisht i rrep, sepse po gabohen shumë në të gjitha protokollet dentare, po unë uroj që mos t'jem këtu për të folur për këtë, sepse sinqerisht kjo është një gjë çmime dysheme, cilësia dhe certifikimi i dedikuar. Vetëm 10 klinika, 15 klinika mundet, besoj unë në Shqipëri, të kenë të drejtën ose të arrijnë standardet e certifikimit për bërë një gjë të tillë. Pjesa tjetër e saj duhet të rivlerësohet për të bërë është e frikshme nëse do të shohim standardet që ata ofrojnë. Mentor, duke u nisur nga ana shëndetësore, një implant i injektuar gabim apo i vënë gabim në gojën e një personi, çfarë pasojë apo çfarë konsekuencë shëndetësore sjell? Që ta kenë të qartë edhe njerëzit kur adresohen në klinika dentare. Pasojat shëndetësore mund të jenë të ndryshme, të limituara, mund të jenë deri në nivele fatale. Neve kemi raste të pacientë huaj kanë gjetë vdekjen në Shqipëri, dhe jo një, dhe ka shumë prej tyre që i kanë ndodhur një gjë të tillë, sepse pikërisht nuk merret amneza e dur, nuk bëhet verifikimi ose triazhi i dur përpara se sa pacientët të hyjnë të ndëshkohen kirurgjisë. Por siç u thash, kjo gjë kërkon një surveying shumë të fortë nga ana e institucioneve përkatëse, të cilët duhet të marrin urdhrin që të bëjnë ndarjen dhe ndasinë pikërisht të një pjesë cilësore dhe atyre që nuk i plotësojnë këto standarde, dhe unë besoj që koha ato do t'i nxjerrë nga tregu, po thjesht ata kanë bërë një lëmsh të jashtëzakonshëm në tranzicion, po kanë krijuar imazhet jo të mira për tendencinë shqiptare. Së madje televizioni italian ka pas disa reportazhe dokumentare të dedikuara për këto raste, sepse ata janë shumë të vëmendshëm ndaj këtyre gjërave, sepse Shqipëria në një mënyrë i ka marrë shumë fluks të dentistrisë. Duhet të kuptojmë që në Shqipëri qarkullojnë rreth $450 milion në vit vetëm nga turizmi dentar, kështu që është një shumë goxha e konsiderueshme në Itali si humbje, në? Por thash, unë nuk jam thjesht. Absolutisht. Kjo është vetëm një gjë që unë do bëja nëse në Austri për shembull më kujtohet, nëse ti je një restaurator, do të marrësh një restorant në Vjenë brenda, ti nuk të lejohet ta bësh një gjë të tillë pa u certifikuar nga ata, sepse ti me keq përdorimin e drejtimit të atij restoranti dëmton imazhin e austriak ose imazhin e Vjenës si qendër e një turizmi masiv elitar botror. Duhet të kesh parasysh se një njeri që vjen në Vjenë nuk e din që ky zotëria këtu nuk është i asaj fushe. Ata nuk ta lejojnë, sepse prishet imazhi. Edhe neve duhet të ishim shumë të prerë kjo gjëja. Duhet kemi normalisht mekanizma kontrollues që të zbehim apo të reduktojmë prishjen e imazhit të shtetit tonë. Po, licencim mbi licencimet. Pra nuk mund të marrësh licencë nëse nuk profeson dot vendin tonë, sepse është një oportunitet, një okazion, një mundësi shumë e madhe për Shqipërinë nëse ta zhvillojnë këtë siç duhet. Dhe të tjerët që nuk licencohen të fillojnë të plotësojnë standardet, pastaj të rikërkojnë edhe ata, të kenë edhe ata brenda strukturës së tyre të gjithçka të nevojshme për ta bërë një gjë të tillë. Mentor, ku është kufiri sipas opinionit tuaj midis të bërit thjesht biznes dhe klinik dentare dhe të bërit biznes me etik në mjekësinë dentare? Pikërisht ajo që thash, biznes mund të bësh nëse ti merr cilësi shumë të dobët, madje bën biznes shumë të mirë,
sepse marzhin e fitimit e ke të jashtëzakonshëm, pastaj mbyll klinikën, hiqet e përtronin e përdorur që ata marrin nga kati i tretë, ke një nga të pallat e vjetra, kalon ke kati i pestë, ke pallat tjetër, punot aty e 4 muaj, pa u nështruar regjimi taksave ose sistemeve tjera, kështu që ai e ka shumë thjesht, është kompetitiv. Këtu është ndryshimi, besoj unë, mes bërit biznes dhe etik. Etika, nëse do ta marrim nga ana mjekësore, fillon pikërisht me zbatimin e standardeve nga ANZ, që nga pasërtia, që nga dhomat e dedikuara, kushteve higjieno-sanitare, të sterilizimit, kushtet sanitare, kushtet e post-operative e tjerë. Pra, të dyja janë të lidhura me atë që unë thash përpara. Mentor, si e ruan DentalMed Austria besimin e klientit dhe si e trashëgon atë në kohë në një treg shumë konkurrues siç është ky sot në Dukje? Shumë e thjeshtë. Neve mundohemi që në radhë parë një herë pacientin ta shohim në 360 gradë si pacient, jo si numër. Së dyti, i ofrojmë atij të gjithë mundësitë për të sqaruar dhe u identifikuar pastaj edhe me atë që ai dëshiron të bëj. Ofrimi me padyshim të gjithë materialeve më cilësore që neve kemi, profesionalizmi sipër në to dhe follow-up mbrapa. Mbrapa gjithmonë është shumë e rëndësishme kontakti me pacientin, mënyra se ata e qasen klinikës tonë, garancitë që neve ofrojmë për gjithë punimet që ne bëjmë, dhe garancitë madje shkojnë përtej të drejtës garancisë. Jo afate më shumë, por ndonjëherë mund të ketë një konflikt ku nuk është me domosdo faji i klinikës për një dëmtim ose dëm të shkaktuar, por klinika jonë nuk hyn fare në diskutime, marrim dhe ribëjmë dhe njëherë tjetër. Nuk shkojmë aty që po faji është juaj, është joni, nuk ka disput. Për të reduktuar në këtë formë edhe dëmin që i vjen. Po, dëmin është edhe një mënyrë tjetër se si ne i gjendemi pacientit pranë dhe pacienti është gjithmonë i kënaqur dhe kështu duhet të jetë, sepse ata janë pikërisht ambasadorët tanë të imazhit. Sot në Austria nuk ka nevojë të bëj fare marketing, sepse ka pafundësisht pacient shumë të lumtur të kënaqur që i ka në pika më e fortë e marketimit tuaj. Dhe ato janë dhe pika referencës. Pra, vjen Alda, sjell kunatën, bashortin, mamin e tjerë dhe kështu funksionon kjo gjëja. Po jo vetëm për ne, po edhe për disa bizneset të tjera të cilat janë edhe ato në standarde të larta, sepse unë nuk besoj dhe uroj që mos jemi vetmi fare që ofroj këto standarde. Unë besoj që ka dhe klinika të tjera në Shqipëri që janë në standarde të larta dhe uroj që të bëhen akoma më shumë se sa aq sa jemi. Shenja e pastër e modelit të njeriut që e merr konkurrencën për nxitje pozitive dhe jo për të bërë ato sitën që ne jemi mësuar shpeshherë të bëjmë. Konkurenca nuk blen asnjëherë. E vlerësoj dhe të çmoj këtë aspekt. Neve nuk kemi konkurrent, neve ndajmë rrugtimin bashkë. Është mirë kur ndajmë rrugtimin me klinika ose mjek prestigjos të cilët kanë atë ndërgjegjen profesionale dhe entreprenale. Pra janë njëkohësisht dhe mjek dhe entrepreneur. Por kjo është, neve dhe me dash nuk bënim do të gjithë Shqipërinë, është e pamundur fizikisht, kështu që të tjerë dhe dikush të tjerë do t'i bëjnë këto dhe bëjnë mirë që i bëjnë, por bëjnë mirë nëse i bëjnë mirë. Pa diskutim që keni ndërtuar një industri në mjekësinë dentare që i përmbush kushtet për të zgjeruar dhe rritur edhe më tej edhe ndoshta edhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Në vizionin e DentalMed Austria, a konsiderohet zgjerimi në rajon, për shembull në Kosovë? Zgjerimin mund ta perceptojmë në një chain, por jo duke qenë vetë, sepse unë kam të pamundur fizikisht edhe bashkëshortja ime që të jemi në 10 pikat të globit njëkohësisht. Por një lloj mënyre për ta transmetuar këtë do të ishte ndoshta dhe ne jemi duke shkuar drejt kësaj, por jo në Kosovë. Kosova ka goxha mjek të mirë, treg të dedikuar, ku vlerësohet shumë nga bashkëkombësit tanë që jetojnë në përtej kufije shqiptar në Kosovë. Unë mendoj që nëse do të ketë lëvizje, do të ketë drejt perëndimit. Janë 2 projekte që janë duke u zhvilluar tashmë,
Dhe kur të kemi Uroj një shumë podcast suksese, tjetër, do i flasim do të them kur se të materializohen. ku do të jetë pikërisht. Por do ketë të tilla, kjo është e rëndësishme. Do ketë për arsye se në një mënyrë të tillë ne i shërbejmë dhe atyre pacientëve që vinë nga ato zona dhe i shërbejmë për pjesën e follow-upit, pra gjithë problematikat që mund t'i ndodhin në vite, mund të vinë në ato vende, në ato shtete atje, plus që nuk është asgjë e keqe nëse mundemi të kontribuojmë edhe në ato vende me eksperiencën tonë. Nuk kanë asgjë më tepër se ne ata. Një brand shqiptar që merr eksperiencën e Shqipërisë. Absolutisht, ne synojmë tregun europian dhe kjo ndërthurja në ekonomi është goxha pozitive, le ta themi këtë. Neve ndikojmë në ekonomi, sepse mikroekonomia, pra mikrobiznesin në Shqipëri për zonat përreth gjithë këtyre klinikave të renomuara dhe ndare, funksionon shumë mirë, që nga taksistët, bar kafet, restorantet, ata që kanë shërbime hotelerie, Airbnb etj, pra është një lulëzim i jashtëzakonshëm i tregu mikroekonomie, nuk po them makro, se atë nuk e bëjmë dot neve, por të bashkuar gjithë bashk, ndikojmë në një mënyrë edhe ke makroekonomia, pra rritën të ardhurat në buxhet nëpërmjet punësimit që neve bëjmë, tatimit edhe gjithçka tjetër. Dua të ndalojmë pak tek pjesa e punësimit, meqense edhe ju e cekët. Për sa i takon ekipit të mjekëve, laborantëve apo dhe stafit administrativ në klinik, a asni ju vështërsi e tregut modern të mungesës së profesionistëve të tregut për shkak se këto të fundit kanë zgjedhur të emigrojnë? A ka mungesë të specialistëve të kualifikuar në treg? Mungesë të specialistëve ka dhe nuk ka. Kur dalin nga shkollat, janë absolutisht të pamjaftueshëm për të quajtur mjek, pavarësisht se kanë një licencë, por janë shumë larg dijeve që duhet merrnin ose praktikave që duhet bënin përgjatë kohës që ata bëjnë universitetin. Profesionistë të gatshëm ka, po gjendën me zor, janë shumë mirë të paguar në Shqipëri. Mund të them që për ata që punojnë tek neve, janë të paguar mjaftueshëm mirë, të krahasuar edhe me nivelet të Bashkimit Evropian, të shteteve të Europës qendrore edhe veriore. Nuk flas për vende tjera. Kështu që kjo ndoshta na vështirëson kur humbim dikë, për ta zëvendësuar na duhet më shumë kohë në qoftë se nuk e gjejmë dot një profesionist të gatshëm. Tregu ka mungesë. Dhe kjo është themra e akilit. Ndoshta ndikuar edhe nga emigrimi, ndikuar ndoshta kjo edhe nga hapja e pa numërt dhe pa kriteret e klinikave zyrtare. Ka një rrjedhje të prishet ekuilibrave, një prishet ekuilibrave. Megjithatë, neve nuk është se ndjejmë, sepse ne kemi mjekë të cilët janë shumë mirë dhe kanë shumë vite, që janë pjesë e Denta Metas, janë pjesë e këtij rrugtimi ton të suksesshëm, siç e quajtë të Pra janë punëmarrës dhe janë dhe bashkëpunëtorë në të njëjtin kohë për suksesin e klinikës tuaj. Por sepse neve bëjmë një lloj training me ta, jo vetëm duke i trajnuar ose duke i bërë që të jenë profesionistë të vërtet në webinars ose çfarë bëjnë ata, por edhe kështu në one-to-one, unë mundohem gjithmonë që të flas edhe ti bëj që të duan klinikën, të duan bluzën për cilën ata kanë studiuar dhe kanë ndruar të jenë si profesion mjek, po edhe mbi të gjitha duan klinikën që punojnë, kushtet të cilat ne ofrojnë, na duan dhe neve për cilët në çdo kohë ne jemi të gatshëm të jemi pranë tyre në çdo problematikë që kanë. Nëse mua mjekët tanë do më ndiqnin në këtë intervistë, do më japin të drejtë, sepse ata e dinë që unë jam gjithmonë pranë tyre për çdo lloj problematike që ato kanë, qofshin këto gjëra jashtë pune, mund të jenë probleme familjare, probleme të ndryshme, nuk do ta bëj një deklaratë tillë që do të ishte kështu aty. Pra mentori i njëri shkon për te dimensione, sepse ato janë një familje e madhe, neve unë ashtu i shoh si pjesë e familjes time. Prandaj edhe është shumë e dhimbshme kur dikush nga ata me arsye ose pa arsye largohet, sepse krijohet një lloj afeksioni, edhe neve ndjejmë si në shtëpi dhe është gjithmonë kur dikush largohet është humbje jo e pazëvendësueshme, sepse ne gjithmonë
pastaj jemi në tre, kërkojmë të marrim specialistë të mirë dhe nëse nuk janë, parimi jonë është gjithmonë mbi një njeri të mirë mund të ndërtosh profesionist të shkëlqyer të jashtëzakonshëm, por mbi të gjitha do të jenë njerëz të mirë. Dhe unë tentoj gjithmonë që të kem njerëz shumë të mirë në klinikë, sepse ata mirësinë e tyre pastaj reflektojnë edhe gjatë punës, gjatë kontaktit që kanë me pacientët, gjatë komunikimit që kanë me ata. Pra një mjek duhet të jetë i buzëqeshur, nuk duhet të jetë i vrazhd, sepse tashmë ne dimë që kur një pacient i afrohet dyreve të një klinike dentare, Ka si fillim percepton frikën. Po frika, jo, e kanë nga fëmijëria edhe E vërtet. Perceptimi për klinikën dentare nuk është i njëjtë një qendre masazhi ose një saune, ku shkohet për arsye të tjera wellnessi. Ne mundohemi të bëjmë një inkorporim të wellnessit, por në forma të tjera, duke qenë se kemi futur dhe Helix Sense, cila është një risi e veçantë për Shqipërinë, sepse ne kemi të gjitha ato shërbimet i kemi në një të vetme, por që edhe kjo meriton një podcast tjetër. Por mund ta përmbledhësh shkurtimisht çfarë shërbimesh ofroni që edhe audienca të jetë edhe më e qartë kur qaset te Dental Med Austria. Shiko, sot trendi i ruajtjes së shëndetit ose i paraprirjes të qenurit të shëndetshëm është tashmë në gjithë botën, nuk është më kurimi, por është paraprirja e pacientëve ose e njerëzve për të qenë të shëndetshëm, që nga bioinfuzionat që bëjmë neve me protokolle të mirë përcaktuara, të drejtuara nga një drejtues shumë i zotit departamentit që ne kemi, doktor Alessandro, që vjen nga Roma, ai jeton tashmë në Shqipëri, është fiks në klinikën tonë, pra është i punësuar atje dhe jeton në Tiranë. Gjithë stafi tjetër që ne kemi një mjekje tjetër shumë të aftë dhe zonja, është doktore Suela. Të gjithë protokollet që ne bëjmë shkojnë përtej, ne bëjnë natplas, neve kemi endolifting atje, endolaser, ne kemi CO2, cilat bëhen shumë po e themi trajtime të veçanta të cilat nuk gjenden në të gjithë klinikat e Shqipërisë. Pra kemi marrë së fundmi dhe një pajisje të re që quhet Lesk, e cila për të gjithë vajzat, por edhe për meshkuj, por sidomos për vajzat, është shumë e rëndësishme se largon të gjithë celulitet dhe mund të bëjë dhe liposuction, por pa ndryrje kirurgjikale, në mënyrë të ftohtë, largon gjithë jarmat e barkut të tepërt, deri në sasi caktuar me sa diun 3.8 kg maksimalja, por nuk dua të hyj kjo fushë sepse nuk është fusha ime, është thjesht një informacion i përgjithshëm që unë për atë që ofron klinika. Dhe një nga gjërat e tjera që kemi është dhe përdorimi i esosomave që neve e përfitojmë vetë në klinikën tonë me anë të një pajisje e cila bën të mundur nxjerrjen e esosomave nga plazma e gjakut, pra fillimisht bëhet për fëja që nxirret plazma, pastaj kjo plazmë merret dhe vendoset në një pajisje tjetër e cila bën ezozome, të cilat përdoren jo vetëm për pjesën e skin beauty, por mund t'i marrësh dhe intravenoz sipas protokollit caktuar dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishmja, që është risia vetme që është jo në Shqipëri, por edhe në shumë vende të Europës. Ne kemi sjellë këtë nga risit amerikane, dikur e bënin sportistët ose njerëzit e pasur, sot është liberalizuar, mund të bëhen edhe me njerëz të tjerë, është IBU, që është extracorporeal blood ozonization and oxygenation, për ata që e kuptojnë është një lloj pastrimi dhe fitrimi i gjakut. Gjaku lëviz nga një venë, nga një krau i majt, një vene dhe pastaj kalon nëpër të pajisje ku ozonizohet, filtrohet, oksigjenohet dhe rikthehet përsëri në kraun tjetër i pastër, i oksigjenuar dhe kjo ka amantazhe të jashtëzakonshme për sa i përket largimit të toksinave nga trupi, metaleve të rënda, inflamacionit kronik, mikroplastik që neve marrim çdo ditë nga ambienti deri tek ulja e shumë parametra të tjera të cilat ndikojnë negativisht në shtetin tonë. Pra, këto janë risi të përmbledhura të gjitha në një vend. Ka në Amerikë që bëjnë IBU, por nuk janë dentistry. Ka në Amerikë që bëjnë IBU, por nuk bëjnë NAT+. Ka në Shqipëri që bëjnë NAT+, por nuk ka dentistry, nuk ka IBU, nuk ka MCT etj. Në Dental Med Austria i gjen gjithë. Neve kemi një anti-aging, longevity, healthcare, beauty, IBU, gjithçka është brenda, pra është një
one stop shop, nëse dikush vjen atje, mund të trajtohet nga A-në Z, pothuajse me gjithçka. Në pjesën e mirëqenies, po e themi shëndetësore, ne nuk bëjmë kirurgji, nuk hyjmë të bëjmë gjëra, por ka edhe tek ne disa teknika me të cilat shumë pacientë femra gjenë përdorim pa pas nevojë të shkojnë dhe të bëjnë kirurgji. Mentor, dua të ndalojmë pak tek këndvështrimi jot profesional për sa i takon rolit që ka komunikimi me pacientin dhe transparenca me këtë të fundit në mënyrë që ky pacient të rikthehet disa herë në Dental Med Austria. Victor Hugo ka thënë që ariun e zbutur me mjalt, ndërkohë mjekun me latinishte. Sot nuk duhet i flisni mjekëve tanë me latinisht që ata të jenë të zbutur dhe t'u tregojnë gjithë procedura se si zhvillohet. Neve kemi bërë tani në të posaçme ku mjekët tanë janë jashtëzakonisht shumë të gatshëm të sqarojnë step by step, hap pas hapi, të gjithë protokollin se çfarë një pacienti do t'i ndodhë dhe si do të veprohet me të, çfarë trajtimi do ketë, kush janë avantazhet e një lloji qasje o trajtimi tjetër ose një lloj procedure tjetër alternative që ne i ofrojmë, cilat janë materialet tona, pse ato materiale janë të avantazhuara, pra neve japim një komunikim 360 gradë të pakursyer pacientin. Një manual të qartë për ato që. Edhe me gjithë indikacionet dhe pas kirurgjisë, gjithmonë duke i deleguar, duke i thënë që çfarë ai ose ajo duhet ketë kujdes, sepse kjo është një tango kur cehet mes dy personave, është klinika si fillim që bën punën, është pacienti më pas që duhet kujdeset dhe duhet të ndjek hapasapi të gjithë këshillimin tonë, për të qenë një punë i rezultati suksesshëm. Dhëmbët, i themi gjithëve, janë organ, nuk janë instrumenta, pra duhet t'i trajtojnë me shumë dashuri, jo dhe makinën ta çojnë për servis, po duhet vinë dhe ke neve çdo 6 muaj të bëjnë. A jemi edukuar ne si popull, mentor, për sa i takon kujdesi dentar? Si e shikon këto në raport me të shkuara? Unë them që është përmirësuar goxha, po ka hapësirë pafund për t'u përmirësuar. Nëse njerëzit do të heqin fobit, do të kuptojnë që të shkuara e teknikë dentare shtyn afatgjatësinë, rrit afatgjatësinë ose shëndetin e dhëmbëve dhe nuk e dëmton atë. Do të ishte me shumë bekim pozitiv për çdo pacient që do ta shifshin kështu. Faktikisht në klinikën tonë janë të panumër pacientët që vinë dhe bëjnë kontrollet periodike etj dhe kujdesin. Por natyrisht që do të kërkohesh të kishte më shumë njerëz në ndërgjegjësim dhe kjo vjen në nivel bazik që nga familja, që nga prindrit, që nga shkolla, edukimi etj, por dhe mënyra se si që të vegjël i qasen, ne kemi shumë prindër që janë të edukuar shumë mirë për të edukuar fëmijët mirë për sa i përket trajtimit dentar ose qasjes tek neve. Ne kemi shumë fëmijë të vegjël që vinë, vajza dhe djem që janë trimosha kur vinë atje, sepse janë edukuar shumë mirë. Nuk e shohin dentistin në edukat që do të bëj gjilpërën, por nuk fletet gjumë, do të çojmë të bësh gjilpërën. Po këto frazat traumatike që ne thënë dikur. E bën atë mjekun me gjilpërën në dorë, një satan që po t'i afrohesh. Jo një shpëtues të shëndetit. Por që ka shumë sot edukata në çiftet e reja, në familjet e reja është shumë e lartë se sa që kanë pas prindit tanë për sa i përket këtij lloji konotacione se koncepti si ne duhet i qasim i mjekut kur shkojmë për vizita. Mentor, unë të falenderoj shumë për prezencën tënde sot këtu, jam e nderuar që ishe këtu. Të rifalenderoj për gjithë mbështetjen e dhënë për podcastin tim. Uroj shumë suksese, dhe pse nuk kam dyshime që klinika juaj do jetë gjithmonë e suksesshme, për atë që ju përfaqësoni dhe për atë që përfaqëson e gjithë klinika në vetvete. Dhe vetëm më të mira të uroj. Shumë faleminderit, e vlerësoj jashtëmase, e vlerësoj edhe prezencën time këtu, ndihem i vlerësuar si pasardhës si shumë të ftuarve tuaj që unë kam parë në podcastin tuaj, edhe një përzgjedhje e jashtëzakonshme e të ftuarve para meje, dhe më bën të ndihem shumë i nderuar që edhe unë kam marrë këto kotuk të flas edhe unë si ata para jush, edhe pavarësisht se mua nuk më duket vetja kaq shumë lartë sa ndoshta ne kemi arritur, por duke qenë humble, duke qenë shumë i përullur, arrim shumë më tepër
arrim shumë më tepër aty ku neve synojmë të kërkojmë dhe neve synojmë që në 5 vjeçarin e ardhshëm të jemi shumë më larg se ç'jemi sot. Pa diskutim që do të arrini, sepse unë jam e bindur për këtë. Të falenderoj shumë. Faleminderit për kohën edhe për gjitha. Faleminderit shumë dhe ju. Ju falenderoj dhe të gjithë ju që na ndoqët. Ju ftoj të na bëni subscribe në kanalin tonë YouTube me të njëjtin emër Pro Ligj Podcast dhe në të gjitha rrjetet tona sociale.